Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Kam 3 diploma, por punoj kamarjere në Tiranë. Quhem Edlira, jam 29 vjeç dhe kam 3 diploma që më shoqërojnë çdo ditë në shtëpinë time të vogël me qira. Njëra për menaxhim biznesi, tjetra për gjuhë të huaja dhe e treta për marketing. Të tre ato janë dëshmi e përpjekjeve të mia të gjumit të humbur të orëve të studimit që nuk kishin fund. Por çdo mëngjes, unë nuk i përdor ato. Unë baj tabakan me kafe dhe ushqime nëpër tavolina, shërbej klientëve që shpesh nuk e dinë sa shumë kam sakrifikuar për të arritur këtu. Kur kam dalë nga qyteti im i vogël për të ardhur në Tiranë, mendova se do të ishte fillimi i jetës time profesionale, i pavarësisë dhe suksesit. Por realiteti më përplasi me diçka tjetër. Në fillim u përpoqja të gjeja punë në fushat e mia, dërgova CV, shkova nëpër intervista, por përgjigjja ishte gjithmonë e njëjtë. Ju nuk keni eksperiencë për këtë vend pune. Më dukej shumë ironike, kishte diploma dhe më thoshnin se ishte diploma më e mirë, pastaj si mund ta fitoj eksperiencën një studenti sapo diplomuar, pa e provuar diku? Ndonjëherë ndjehesha sikur gjithë puna ime, gjithë orët që kisha shpenzuar duke lexuar, duke bërë projekte dhe praktik, ishin thjesht fjalë në letër. Një ditë mora ofertën për të punuar si kamarjere në një kafene në qendër të Tiranës. Fillimisht u ndjeva e poshtëruar, por mendova, më mirë të bëj një punë se sa të rri kot. Kështu që e pranova dhe fillova të punoj. Në ditët e para shërbimi ishte gjithçka, por derisa muajt kalonin kuptova se kjo punë nuk ishte vetëm për të mbajtur bukën e gojës, ishte një pasqyrë e asaj se sa shumë një shoqëri mund të gjykojë dhe nënvlerësoj dikë vetëm për shkak të statusit. Ndonjëherë klientët më pyesnin për profesionin tim. Kur tregon se ke 3 diploma, shpesh shohin një fytyrë të habitur dhe më pas ka një përzierje mosbesimi dhe dyshimi. Nëse ke 3 diploma, pse je këtu? Pyesnin me një ton që nuk lë vend për përgjigje. Çdo natë kur kthehem në shtëpinë time të vogël, i var diplomat në mur dhe shikoj uniformën e tabakas në karrige. Ndihem e përzier, krenare për sakrificat që kam bërë dhe e zemëruar për realitetin që nuk më lejon të jem ajo që mund të isha. Në kafenen ku punoj shoh vajza të reja që sapo kanë dalë nga universiteti me ëndrat e tyre në duar. Ndërsa ato flasin për projektet dhe punën e ëndrave, unë mendoj, një ditë do t'i keni të gjitha, por mos harroni se jeta nuk është gjithmonë e drejtë. Shumë herë kam menduar të iki fare nga Tirana, të kthehem në qytetin tim të vogël, të punoj aty, të ndihem e vlerësuar të paktën. Por Tirana më mban. Tirana të mëson të mbjetosh dhe çdo ditë kur kam tabaka në duar mësoj diçka për durimin dhe forcën që nuk e kisha më parë. Ndërkohë, shikoj shoqjet e mia që kanë gjetur punë në fushat e tyre dhe fillojnë karrierën. Shpesh ndjej xhelozi, por gjithashtu mësoj diçka të rëndësishme. Nuk është vendi që të bën të suksesshëm, por mënyra se si ti e përballon. Tani kam kuptuar një gjë. Nuk jam e poshtëruar nga puna ime, por nga shoqëria që vlerëson titujt mbi aftësitë e vërteta. Nuk jam e humbur, jam e fortë dhe një ditë ndoshta do të kem mundësinë të tregoj diplomat e mia dhe vlerën time. Çdo tabaka me kafe dhe çdo klient që i buzëqesh më mëson diçka të re për jetën dhe mua vetë. Dhe kjo ndoshta është diploma më e madhe që kam fituar deri më sot.